sotshëm i zhvilluar në Akademinë e Shkencave përmes dy komisioneve, Komisionit të Ekonomisë dhe Zhvillimit Qëndrueshëm dhe Komisionit të Matematikës dhe Teknologjisë Informatike, ju kushtua zhvillimit teknologjik dhe aplikimit të inteligjencës artificiale, digitalizimit në sektorin e turizmit. Një sektor që tashmë 3-4 vitet e fundit ka marrë një zhvillim të vrrullshëm në ekonominë shqiptare, është bërë pjesë e strukturës së re ekonomike, kontribon me rreth 20% në GDP. Ishte një forum i cili dëshmon shkallën e reformimit të Akademisë së Shkencës, hapjen e saj dhe bashkëpunimit me institucionet e tjera. Këto dy komisionet e Akademisë së Shkencave e zhvilluan forumin në bashkëpunim me Universitetin e Tiranës, në bashkëpunim me Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë, në bashkëpunim me Akshin dhe institucionet të tjera, dhe kësaj të gjithë kumtesat ishin një risi, një sjellje e re e aplikimit të zhvillimeve teknologjike në sektorin e turizmit. Ky kontribut, padyshim, është një fillim i mbarë dhe në të njëjtën kohë do të vazhdoj edhe me çështje të tjera të cilat shqetësojnë dhe janë të nevojshme për zhvillimin e vendit